Mirëmbrëma dhe mirë se vini në një edicion tjetër të emisionit Zoom, emision që ka për qëllim të jap përgjigje pyetjeve më të nxehta të politikës shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Sonte do të diskutojmë në lidhje me pozicionin e Aleancës për shqiptarët të udhëhequr nga Zjadin Sela në këtë pejsazh të ndërlikuar politik. Them të ndërlikuar pasi në vend përsëri bëhen aktuale temat e përjashtimit, përçarjeve apo ribashkimeve të mundshme në mes partive politike. Çfarë roli do të luajë Zjadin Sela në diskutimet për riformatim të mundshëm të qeverisë si pasojë e një largimi apo përjashtimi të mundshëm të Arben Taravarit nga koalicioni qeveritar, cili është vizioni i tij për të ardhmen e shtetit dhe të kësaj qeverie, si qëndron bashkëpunimi brenda frontit evropian. Për këto, por sigurisht edhe shumë pyetje të tjera, përgjigje sonte do të kërkojmë pikërisht nga ai. Në studion e Zoomit kam kënaqësi të kem kryetarin e ASH-s Zjadin Sela. Zoti Sela, përshëndetje dhe mirë se erdhët në Zoom. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Kënaqësia është e jona, atëherë zoti Sela, që nga fillimi i atyre ndollive në Vlend dhe i diskutimeve për mundësinë e përjashtimit të Taravarit, emri juaj ka qenë një ndër emrat më të përfolur, do të kisha thënë, kjo për shkak të asaj se është spekuluar, është aluduar në opinion një kyçje e mundshme juaj në qeveri. Sa ka të vërteta në këtë? Aleanca për shqiptarët, emrat të përveçshëm në kuadër të Aleancës për shqiptarët, çdo herë kanë qenë pjesë debateve publike, po. Edhe përgojimeve, edhe insinuatave të ndryshme që lindin si pasojë e veprimeve politike. Në që është e vërtet që ne jemi serios në angazhimin ton politik. Dhe në qoftë se nuk është kuptuar akoma ajo që çdo herë kemi bërë përpjekje si Aleancë për shqiptarët, ka qenë mbi gjithat jemi serios përpara qytetarëve, në zotimet që i bëjmë, në premtimet që i japim, qenë të vërtet në veprimin politik dhe këtë ka bë Aleanca për shqiptarët. Në qoftë se i keni parasysh këto element, Aleanca për shqiptarët është konzistente në vendimet e vete, është serioze në fjalët e vete që i jep në popull, por edhe në bashkëpunimet që i bën me partner koalicion e tjerë. Dhe në qoftë se ktheheni edhe në të kaluarën, jo shumë të largët, Aleanca për shqiptarët nuk ka lëviz nga fjalët e vete që i ka dhënë. Qoftë kur u ka premtu qytetarëve që votën e tyre nuk do ta çojë dëm, po përkundrazi. Në qoftë se votohet, do të realizojë këto dhe këto projekte dhe ne i kemi bërë. Dhe ne jemi ndoshta ndër të vetmit subjekt politik që mund numërojmë suksese mbas çdo cikli zgjedhor. Mund numërojmë ligje që i kemi sjell si rezultat i premtimit që i kemi dhënë qytetarëve. Dhe këtë du të them për t'ju përgjigje pyetjes tuaj, që ne jemi serios kudo që ndodhemi dhe nuk shoh sepse duhet të lakohet emri Aleancës për shqiptarët dhe përjashtoni një mundësi dhe emri im për bashkangjitjen e koalicionit qeveritar në të ardhmen. Për shkak se të gjitha ato të cilët edhe e lakojnë këtë gjë, duhet ta dini një gjë. Që ne gomë rezervë nuk kemi e kërkujt. Ne vazhdojmë mendojmë që është shkel rënd legitimiteti i shqiptarëve në vitin e kaluar si rezultat i zgjedhjeve parlamentare. Nuk kemi ndryshuar në asnjë hap në drejtim me këta. Mund të ketë subjekte tjera që kanë ndryshuar qëndrimin dhe vlerësojmë që veprimi politik shqiptar me këtë akt i është bë një gabim shumë i madh, i cili merr kohë dhe energji për të ndrejtur. Dhe në momentin që shkilet legitimiteti, pastaj subjektet politike që janë brenda qeverisë bëjnë lojë nga vetja vet. Dikush hyn e dikush del. Por Aleanca për shqiptarët e udhëhequr nga unë nuk është një nga ato lojra. Zoti Mexhiti ka thënë se përderisa BDI ka tentuar që të komunikojë me një pjesë të Vlenit, konkretisht në këtë rast me Aleancën për shqiptarët të Arben Taravarit, atëherë është legjitime që edhe Vlenit të komunikojë me një pjesë të frontit evropian, në këtë rast me partinë tuaj.
Si e komentoni këtë deklaratë? Nuk shoh asgjë të keqe, asgjë e keqe nuk I ka ndodhur veprimit politik shqiptar nga komunikimi. Përkundërzi, të këqijat ka ndodhur nga mos komunikimi ndërmjet aktorëve politik. Dhe unë habitem sepse duhet drejtuar kjo pyetje te unë, sepse unë jam promotori kryesor I idesë së tryezës të përbashkët të partive politike, e cila funksionoi një kohë, dhe që ka ardhur koha që përsëri të vjetësohet kjo tryezë e përbashkët e partive politike shqiptare. Dhe mendoj që prej komunikimit nuk ka asgjë të keqe. Natyrisht e dini ku buron e keqe e komunikimit dhe pse stërzmadhohet kjo gjë. Për shkak se fatkeqësisht veprimtaria politike dhe kauzat politike brenda për brenda organizimeve politike shqiptare nuk ndërtohen në bazë të nevojave që kanë qytetarët. Nuk ndërtohen në bazë të avancimit të drejtave të shqiptarëve dhe qytetarëve të tjerë. Nuk bazohen ndërtimi I karrierave politike në bazë të krijimit të politikave për të ngritur mirëqenien e qytetarëve. Po fatkeqësisht ndërtohen karriera politike duke anatemuar kundërshtarin politik. Apo. Dhe kjo lloj qasjeje të arritjes në politik duke anatemuar tjetrin bën që pastaj të hikin si prej gogolit kur e shohin atë tjetrin dhe duhet t'i zgjasin dorë. Apo ja. Dhe prandaj po merr kjo këtë dimension. Unë nuk kam probleme të tilla. Komunikime për situatën politike duhet ketë edhe mes kundërshtarësh politik. Asgjë të keqe nuk ka, apo? Në mënyrë që të dalim nga kjo krizë dhe kjo situatë ku kemi hyrë. Aq më tepër që unë e kam shtjelluar edhe në paraqitje të tjera publike të mia. Sigurisht ju këtë Ersan, ta përmbyll idenë. Sigurisht. Për ta kuptuar momentin, sepse them që është momenti që të mblidhet tryeza e përbashkët e partive politike shqiptare parlamentare apo. Çdo herë zgjedhjet në Maqedoni do të prodhojnë dy situata për shqiptarët. Një situatë kur balanci ndërmjet faktorit politik maqedonas do të jetë I arrirë, kuptimin që do kenë numër parafort deputetësh. Dhe këto situata krijojnë komoditetin e bërjes politik dhe ku diun opozitë dhe qeveri. Dhe një situatë në të cilën krijohet prishet ky balans ndërmjet subjekteve politike maqedonase. Dhe një ndër ato situata jemi tani, ndodhemi. Në atë situatë ndodhemi tani. Faktikisht Vëmëroja ka shumë numër deputetësh më tepër se LSDM-ja. Po. Dhe nuk e ka problem për të mbajtur atë minimumin e shumicës, që është 61 deputet minimumi, dhe më tepër deputet për të qenë një shumicë parlamentare ose qeveritare stabile. Apo. Tani, në këtë situatë, cila duhet jetë përgjigja e faktorit politik shqiptar, sepse në të parën, në variantin e parë, kur balancet ruhen, e thash që ka komoditet për të bërë politik dhe për të luajtur politik. Ndërsa në variantin e dytë, kur ky balans është I prishur, atëherë t'jeni sigurt që kushzohen shqiptarët, të drejtat e tyre. Jo vetëm faktori politik. Dhe unë këtë nuk e them sepse nuk ka ndodhur, po ka ndodhur realisht. Heqja e balancusit nënkupton shantazh I të drejtës së shqiptarit për të konkurruar në tregun e punës. Nënkupton kthimin një herë një kohë kur shqiptarët I kishin u përplasëshin dyrt e institucioneve para hundës, dhe nuk ishin të pranueshëm. Dhe është situatë në të cilën gradualisht mundohen që të na kthejnë në situatën para vitit 2001, kur përqindja e përfaqësimit të drejtë dhe adekuat nëpër institucione ishte minimal, I pallogaritshëm. Prandaj them që kjo situatë nënkupton që ne duhet që të kemi kanale komunikimi në mënyrë që të ndërpresim që t'ju vijë një e keqe shqiptarëve. Faktikisht ju unifikimin e faktorit politik shqiptar
e keni thënë disa herë, madje herën e fundit e keni thënë në një preskonferencë këtë të diele, nëse zgaboj, nëse ju kam ndjekur mirë, keni thënë që në takim duhet të definohen 5 shtylla apo 5 prioritete. Është ashtu? Cilat nëse po ishte në pres, ishte përgjigje e pyetjes që e dhash, po ato 5 prioritete mund të jenë edhe 10. Janë prioritetet që i nxjerrin subjektet politike, mund të jenë edhe 3. Disa nga ato, se më kujtohet që ishit ditën e diel në preskonferencën që e mbajtë me rastin e 27-it, unë i përmenda disa gjëra për cilët duhet diskutoj komplet kampi politik bërje këtu në Maqedoninë e Veriut, jo vetëm shqiptarët, apo jo. Sepse ne s'kemi çfarë diskutojmë si kamp politik shqiptare, duhen ndryshime kushtetuese që Maqedonia të bëhet sa më shpejt hap negociatat më bëhen sepse krejt jemi dakord, apo. Por në qoftë se kemi parasysh se ku është në problemi, e kam përmend që një ndër gjërat që duhet diskutu, duhet të jetë sa më shpejt ndryshimet kushtetuese, futja e bullgarëve në preambull dhe ne të vazhdojmë rrugtimin drejt Bashkimit Evropian, i cili për hir të së vërtetës në momentin që flasim dhe që konfliktet jo shumë larg asesi që të qetësohen, po përkundrazi marrin vrull akoma më tepër. Bashkimi Evropian nuk është vetëm union ekonomik, do të ishte përmbyllja e atij mozaikut të shtrirjes gjeopolitike të perëndimit këtu në Ballkanin Perëndimor, apo ashtu siç interesat edhe të Rusisë janë po aq të mëdha që të ketë influencën e vet këtu në Ballkanin Perëndimor dhe kjo nuk është risi. Këtë influencë Rusia ka dashur të arrijë çdo herë. Për të penguar kjo influencë e Rusisë në Ballkan, sot për fat të mirë kemi 2 shtete shqiptare. Perëndimi e dinte dhe ishte i vetëdijshëm që vetëm nëpërmjet një Shqipërie të pavarur mund të në një farforme të sillet një balancë në gjeopolitikën e Ballkanit. Apo. Mos harroni se këto gjëra vazhdojnë që të jenë lojë, kështu që kjo është një temë për cilën ne duhet diskutuar dhe nuk guxojmë që të bëjmë spektatorin, vetëm të shohim dhe të konstatojmë që nuk ka disponim të VMRO DPMNE-ja për të bërë ndryshimet kushtetuese, por ne duhet bëjmë presionin, sepse në fundit vota e qytetarit e marr me premtimin që ne do t'ju çojmë dhe do t'ju bëjmë pjesë e BE-s sa më shpejt, është betim që ke dhënë përpara atij dhe këtë premtim do ta çosh sa më shpejt dhe ta realizojmë edhe këtë objektiv. Në ndërkohë, ndryshimet kushtetuese zotë Sele, jo kemi do vazhdoj edhe për këto, për ndryshimet. Po aty edhe kam edhe pyetjen, ju e mohuat se keni pasur një takim me kryeministrin Kristian Mickoski, e mohuat që po sigurisht e mohuat që nuk keni të planifikuar takim me të, por tha që nëse vije deri te një takim i tillë, në diskutim do të jenë ndryshimet kushtetuese dhe kur përmend ndryshimet kushtetuese e potencuat heqjen e 20%-shit për gjuhën shqipe. E kam potencuar çdo herë. Dhe jo vetëm sot, jo vetëm atë ditë. Mirë, ne po flasim për periudhën e tashme. Ja e ai që e kam nxit këtë debat në politikë bërjen shqiptare. Kërkush tjetër. Dhe për atë që çdo ligj që miratohet në parlament me unë këtë doja të vazhdoj. Shumicë të dyfisht edhe gjykata kushtetuese të merr vendim me badentar. Mendoni se janë çështje që pranohen nga pala maqedona se konkretisht nga kryeministri Mickoski? Mund të jenë çështje që imponohen, kur nuk pranohen, imponohen. Dhe në qoftë se i vendosur, je i qartë në veprimin tënd politik dhe ku do të arrish, dhe në qoftë se nuk heq dorë, natyrisht që gjenden mënyra dhe forma për të bërë realitet dhe të pranueshme këto çështje. Çfarë nuk kuptoni me këtë fjalë punim? Në këtë situatë, në këtë relacion politik. Sepse në momentin që do të përballemi me 2 situata kur një pjesë shumë e rëndësishme dhe vitale e këtij shteti do të shtyjë proceset përpara në mënyrë që të ndihen më të barabartë dhe me një pjesë tjetër e cila refuzon dhe është kategorike, natyrisht që duhet të bëhet presioni i mjaftueshëm politik në mënyrë që të shtyhen përpara dhe këto çështje të zgjidhen. Pastaj pse i përmenda dhe domethënë risi ishte atë ditë që unë e përmenda edhe ndryshime kushtetuese tani më duhet të jetë edhe
ndryshimet kushtetuese të pjesa e gjykatës kushtetuese, që vendimet që merren me shumicë të dyfish në parlament, të votohen me shumicë të dyfish edhe në gjykatë kushtetuese. Sepse politikanët serioz marrin masa që të parandalojnë që të na ripërsëriten deviacionet në sistem që ndodhin sot dhe që ka ndodhur në kaluar. Apo nuk ka kaluar shumë muaj për kur u hoq Ballanceri. Cili ishte qëndrimi i kryeministrit dhe i bllokut politik maqedonës? I ngrenë duart, gjykata kushtetuese nuk komentohen vendimet e gjykatës kushtetuese. Por nga ana tjetër ne duhet kemi mbamendje pak më tutje se sa momenti kur gjykata kushtetuese shfuqizoi të drejtën e deklarimit etnik, se këtë ka bërë, me të cilën u shfuqizu edhe balancusi apo jo. Një vit përpara asaj u bë një fushat e tërë me premtimin që do heqim Ballanceri, që do të heqim Badenteri, dhe ky vendim i gjykatës kushtetuese krijon hapësirë në variantin më të mirë për ta manipulu Badenteri. Sepse me që juve, si gazetar, nuk pas keni të drejtë ta shprehni përkatësinë e juaj etnike, kur të punësoheni në televizionin e Maqedonisë, atëherë pse unë si deputet, ose, të ndryshe, në qoftë se juve keni drejt çdo ditë të ndroni përkatësinë e juaj etnike, pse unë si deputet nuk e pas kam këtë drejt, ose pse unë duhet kem të drejta që janë më të garantuara dhe më speciale se sa një qytetar i zakonshëm. Përderisa qytetari i zakonshëm pas ka të drejtë ta ndrojë përkatësinë etnike në bazë të ndjenjes që e pas ka në mëngjes, në drek ose në darkë, atëherë të njëjtën të drejtë merr edhe deputeti. Dhe nesër ç'ndodh, në qoftë se ku di unë, po them 10 deputet të VMRO-s, me një deklaratë ndrojnë përkatësinë e tyre etnike dhe e marrin shumicën e Badenterit. Me fjalë, kjo ka kriju rrugë në mënyrë që edhe kjo të keq shpërndarë. Prandaj, që të mos na ndodhë në të ardhmen dhe për të parandaluar që ndodhin këto fenomene, i të duhet shumicë Badenteri edhe në gjykatë kushtetuese. Vetëm këtë formë do të jenë të garantuara ligjet të cilët sillen me Badenteri në parlament. Apo se ndryshe që kuptim ka të harxojsh vitet tëra, mos të muaj, se zakonisht këto ligje kërkojnë vite, disa cikle zgjedhore, siç është rasti me ligjin për përdorimin e gjuhës, apo jo. Disa herë u soll ligj për përdorimin e gjuhëve që nuk i plotësonte nevojë. Në momentin që në 2017 Aleanca për Shqiptarët, në krye me mua, vendoi kusht qeverisë dhe vendosëm që të shfrytëzohet gjithë mundësia që e jep kushtetuta për të bërë një ligj për përdorimin e gjuhës, dhe duke pa mundësuar LSDM-s asë kohë që të drejtën e të folurit dhe të shkruarit të nëndaj, ku di unë, veç të kesh drejt flasish për shembull, sepse i zgjedhur në qeveri, jo, në kushtetut, në qoftë se e shifni aty ku përdoret definicioni që gjuhë zyrtare është po ashtu edhe gjuha që e flasin mbi 20% e popullatës dhe që është e ndryshme nga maqedonishtja, vazhdon dhe shkrimi i saj. Në variantin e ligjit duket në 2008 në sot, ligji i parë i përdorimit të gjuhëve që e flasin mbi 20% e popullatës. Përdori deri tek drejta e folurit, kjo presja dhe shkrimi i saj nuk ekzistonte. Në momentin që ne e futëm edhe këtë koncept dhe e mundësuam që gjuha shqipe të përdoret gjithandej ku e lejon kushtetuta, por që me konstatimin që s'është i mjaftueshëm, sepse ke shembuj në Perëndim, atje ku jemi nisur, dhe ku po përshtasim, ku di unë, ekonominë, ligjet e shtetin e së drejtës, po duhet i përshtasim edhe sistemin, organizimit të shtetit. Apo jo, ke popuj, të cilët janë shumë më pak me përqindje, se sa janë shqiptarët Maqedoninë e Veriut dhe që kanë gjuhë zyrtare, gjuhën e tyre. Në të gjitha nivelet. Rastin në Belgjik, për shembull, gjermanët nuk janë më tepër se 5% i numrit të përgjithshëm të popullsisë. Zvicra nuk është pjesë e BE-s, po sido që tjetë është pjesë e Europës. Ti ke retro-romanët të cilët janë me
0.diçka%, ose italianët me 8% që e kanë gjuhë zyrtare në të gjitha nivelet. E plot shembujt e tjera të cilët neve mund t'i marrim nga perëndimi. Aq më tepër që ne kemi edhe të drejtën e autoktonisë. Gjuhë shqipe është folur mbi 8.000 vite. Këtë e thonë studiust huaj, nuk e thonë shqiptarët. Në këto troje, Maqedonia duhet ta ketë për nder që pjesë të kësaj ta ketë edhe pjesë gjuhë zyrtare ta ketë edhe gjuhën shqipe. Një gjuhë ndër më të rrallat në botë, apo. Kështu që në momentin që ne bëm një ligj, u ngrit gjithë gjykata kushtetuese që ta rrëzoi. Po ky ligj është bëm me sakrificë. Një ndër elementet që kam ndejt më 27 prill për të rënë një regjim ka qenë edhe premtimi për gjuhën shqipe, që unë ua kisha dhënë qytetarëve. E me këtë ka të bëjë demokracia, premto dhe qëndro. Rri aty kur duhet që t'jesh në mënyrë që të realizosh premtimet të cilit i ke dhënë. Politikanët e tipit që hika se unë dos këtu, nuk i duhen t'i popullit. Prandaj them, tani gjithë ky nuk mundet që të anullohet dhe të eliminohet, sepse u ndru një qeverisje dhe ka disa gjykatës kushtetues të cilët nuk janë as sa numrat e dy duarve, sa gishtat e dy duarve, apo që do votokën për të rrëzuar një ligj i cili është sjell prej 2002 deri 2017 janë sa? 15 vite. Apo? Dhe tani vetëm se pas ka ndru qeveria, hajt po e anullojmë të ligj. Jo, duhet tani me kushtetutë të rregullohet edhe kjo çështje. Është tjetër e qartë që në qoftë se politikanët, po them edhe kryeministri i vendit, jep deklarata të tipit që po unë s'kam ç'bëj, gjykata kushtetuese bën, nuk mund komentoj vendimet e gjykatës kushtetuese, po ke çfarë bën, sepse institucioni kryesor një shteti modern dhe demokratik është parlamenti. Aty sillen edhe ndryshimet e kushtetuese, prandaj ja ku kemi çfarë bëjmë, ja po ja japim propozime që çdo vendim që sillet me votim të dyfisht në gjykatë kushtetuese të votohet me votim të dyfisht. Është krejt e qartë kjo gjë që po e thoni, por nëse pajtoheni këto çështje etnike të shqiptarëve, sikur po arrihen me shumë vështirësi në shtetin tonë. VMRO DPMNE numëron 58 deputet. Ju paraprakisht përmendet termin e imponimit, këtu më lejoni t'ju pyes, mendoni se do të vijë situata deri aty ku ju mund t'i bëni presion Kristian Viskoskit që të lëshoj për disa gjëra të rëndësishme për shqiptarët? Nëse shkon fjala, i kthen shpinën. Edhe kjo është një formë presioni dhe imponimi. Apo jo? Dhe nuk bëhesh mjet për të legjitimuar politika diskriminuese dhe duke pas një argument të rëndësishëm edhe para faktorit ndërkombëtar, në rastin konkret zoti Mickovski, por edhe kryeministra të tjerë, për të thënë që jo, shqiptarët janë të kënaqur nga politika që unë ushtroj, sepse janë pjesë e qeverisë, vazhdojnë të jenë pjesë e qeverisë. Nëse pranon eventualisht kërkesat tuaja, cili do t'ishte hapi juaj i radhës atëherë? Dhe mos bëj përpjekje që të më bësh pyetje hipotetike. E kam atë drejt. Natyrisht, jeni gazetare, keni atë drejt, po dhe unë kam drejtën që të përgjigjem si dua unë. Sepse dini çfarë, cila do t'ishte. Edhe unë po të përgjigjem si njeri, si gjithë tjerët. Se cili do t'ishte sjellja politike në variantin që do ndodhtin këto gjëra, atëherë unë do t'ulem me njerëzit e mi të partisë dhe të diskutoj. Sepse në fundit, të arrish që gjuha shqipe të hiqet definicioni mbi 20% dhe të vendohet gjuhë shqipe në kushtetut, është e arrirë shumë e madhe për shqiptarët. Jo vetëm për ata sot, po për ata që kanë qenë të kaluar dhe për ata që do të vazhdojnë të jenë të ardhshme. Apo edhe le të cilësohet kjo si të doj nga aktorë politik që kanë për motot veprimit politik interesin, për mua do t'ishte e mjaftueshme, sepse unë për motot veprimit politik kam pas platformën dhe idenë dhe idealin. Apo e në qoftë se do t'ishte e pranueshme që sa më shpejt të bëhen ndryshimet kushtetuese
dhe Maqedonia sa më shpejt të nisë negociata dhe shpejt duhet me shfrytzu këtë hapësirë të dëshirës të BE-s për të marrë vendet e Ballkanit Perëndimor në kuadër të unionit të saj. Në qoftë se kjo do ta bënte sa më shpejt të arrirë, nuk ka arritje më të madhe se sa këto qytetarë t'i bësh qytetarë të barabartë të Bashkimit Evropian, më të sigurt për ardhmërinë e tyre dhe më afër dhe në të njëjtën kohë ndërtues të vlerave europiane perëndimore këtu në Maqedoni. Në qoftë se do të ishte e pranueshme që gjykata kushtetuese vendimet t'i sjell me parim badenteri, duke kriju garancën gjeneratave që vinë politike, që çdo vendim që sillet me badenter me shumicë të dyfisht, ndryshe thënë në parlament, të votohet me shumicë të dyfisht në gjykatën kushtetuese, edhe kjo do të ishte një arrirë shumë e madhe. Sepse është një tip garance e çdo të arrirë që arrihet në legjislativ, në kuvendin e Maqedonisë së Veriut. Zoti Sela, në vazhdim do të diskutojmë lidhje me raportet brenda Frontit Evropian, ju vazhdoni të jeni pjesë e koalicionit Fronti Evropian, si qëndrojnë raportet tuaja me partitë tjera pjesëmarrëse në këtë koalicion e posaçërisht me kryetarin e BDI Sali Ahmeti? Deri tani kemi raporte korrekte dhe normale. Apo? Unë nuk e kam zakon që ti imponoj ndonjë kryetari tjetër të ndonjë partije atë që s'do të kisha dashur dikush tjetër të ma imponoj mua. Po. Kemi kontaktet rregullta, kuptimin sa herë lind nevoja që duhet diskutojmë në lidhje diçka në lidhje me zhvillimet politike, kështu që hë raportet janë mira, solide. Nuk kemi pas po them edhe me antarët me partnerët tjerë të koalicionit që janë në kuadër të Frontit Evropian dhe vlerësoj që raportet janë rregull. Ju keni deklaruar se jeni njoftuar për takimet e zotit Ahmeti me zotin Taravari edhe atë konkretisht për 2-3 takime, edhe pse dy të apostrofuarit thonë që kanë zhvilluar vetëm një bisedë telefonike, megjithatë pyetja lind se a nuk ju shqetëson ky komunikim mes Ahmetit dhe Taravarit dhe a nuk mendoni se një bashkëpunim i mundshëm mes tyre mund të dëmtoj pozicionin tuaj brenda Frontit Evropian? Unë nuk kam hyrë në Frontin Evropian për trujt pozicion. Në Frontin Evropian jam sqaruar se jam pjesë e Frontit Evropian në momentin kur u bëm antar të këtij koalicioni. Natyrisht një ndër shkaqet ishte për të parandaluar këtë që po na ndodh, ju vetë potencuat që një VMRO me 58 deputet. Po mirë është në politikë dhe në debate publike ta drejtojmë gishtin se kush kontriboi që VMRO-ja t'i bëj 58. Kush kontriboi? Po ju besoj e dini përgjigjen, po doni ta dëgjoni prej meje. Sigurisht. Kandidati për presidenti pari që doli në skenën politike ka emër mbi emër. Do këto zgjedhje. Gjithë opinioni e dinte që zgjedhjet Arben Taravari, që ta... Ja, pra ke e di... Se ka dikush në publik që nuk e di që a ishte kandidati parë. E mirë është ta di. Dhe e mirë është që... E mirë. Tani nuk mund të them e mirë, po. Unë ja kam sqaruar zotit Taravari asë kohë të gjithë çdo të ndodh në hapin e parë, në qoftë se ndodh kjo. Kam thënë që është gabim në këtë rast, sepse të gjithë opinioni e dinte që VMRO-ja po vjen. Analizat që bëheshin atëherë ishin që VMRO-ja i merr diku nga 48 deri 51 deputeta, e kujtohet. Duhet shumë vëmendje kur përputhen zgjedhjet parlamentare me zgjedhjet presidenciale. Unë një debat të këtill kam pas edhe në PDSH. Në 2014 njësoj, si tani kemi pas bashkë zgjedhje parlamentare me presidenciale bashkë. Atëherë diskutoi ideja, BDI-ja i bojkotoi zgjedhjet, ju kujtohet, presidenciale, ndërsa në PDSH u hap debati ja nxjerrim kandidat. Unë kam qenë kundërshtar i idesë për të nxjerrë kandidat. Për shkak se duke qenë parti në opozitë dhe kur partia në pushtet bojkoton zgjedhjet, shumë lehtë mund ta ndjek atë tjetrin, del të votojë, as del të votojë. E tani
kur ti do nxjerrë në zgjedhje presidenciale me rezultat të dobët, për shkak se ai të ndjek, apo ti faktikisht nuk e bind dot elektoratin që për 2 javë do kesh rritje të madhe dhe do i fitosh zgjedhjet. Në këtë drejtim njësoj ishin edhe këto zgjedhje tani. Unë i kam thënë Arbenit që ai e para punës që sa herë që vinte tema e zgjedhjeve presidenciale, kur nuk thoshte që do dalë. Biles kur kam shqyrtu temën, po çfarë nëse nxjerrin partitë tjera dhe ne duhet me garu atër, apo jo. Dhe i kam thënë e interesum, ka thënë asesi. Apo. Por u interesua në momentin që e pa mundësi nga analiza që u bë që në këtë formë do t'i bëhet shërbim vëmëros. Pse thënë? Sepse në raundin e parë, kur diferencat ishte shumë e madhe, si ndodhi, ndërmjet Stevo Pendarovskit dhe Gordana Siljanovskës, atëherë për 2 javë rritet në mënyrë eksponenciale për krahje e partisë që i ka fitu zgjedhjet me shumë rezultat thellë ndaj partisë tjetër. Dhe kjo bëri që brenda 2 javësh, me minimum 6 deri 8 deputet të shtohet numri i deputetëve të VMRO-DS. Dhe këta e ka ditë zoti Taravari, se unë e kam bë këtë analizë për para se të ndahen. Për hir të së vërtetës, këtë lloj analize unë e kam përdor edhe në takimin që kam pas me kryeministrin e Kosovës, kur është interesuar a do ketë kandidat për presidente, jo, dhe i kam thënë jo, s'duhet ketë. Sepse do ndodhi kjo, apo e ka ditë të gjithë analizën. Dhe kjo ndodhi. Prandaj nuk mjafton sot vetëm konstatojmë. Se fajin shumë është bë VMRO-ja. Ja vën BDI-s për shkak të pushtetit me Elisama. Tani, unë po të them se si ka qenë debati, si ndodhi, dhe gjithë këto janë plotësuar. Tani, edhe ajo mund tjetë një element, nuk them. Pa element bëri që VMRO-ja gjithë sondazhet tregonin që do i ketë 50 deri 51 deputet. Ky elementi tjetër për të rritë numrat, që të afrohet nga 60-shi, që të bëhet një VMRO e fortë, ka të bëjë me veprimin e pamatur për të garuar në zgjedhje presidenciale me kandidaturë politike. Dhe pritshme është, kur ti ke nxjerr një kandidat politik, ai oponenti politik do nxjerrë kandidatin tjetër politik. Dhe kjo bën që gara zhvillohet te shqiptarët dhe rezultati u kriju ajo diferencë shumë e madhe ndërmjet Stevo Pendarovskit dhe Siljanovskës dhe pastaj u rritën numrat tek VMRO-DS. Ky është shërbimi që u bën ato. Prandaj them, gjërat nuk duhen harruar, se kështu kanë qenë. E tani nuk mjafton të dalin në studio televizive dhe unë të qahesh që ka një VMRO të fortë dhe ne s'bëjmë dot asgjë. Jo, ke bërë, i duhet thënë që ke bërë atë që duhesh të bësh për VMRO-n që të bëhet ka që fortë sa është sot. Sepse kalkulimet i kishin në numrat VMRO-s plus numrat e këtyre në mënyrë që të bëjnë shumicën për 61 duke shkel mbi legjitimitet. Kjo ka ndodhur. Dhe kjo është mirë që thuhet. Mirë është të thuhet në mënyrë që të mos përsëritet. Mirë është të thuhet në mënyrë që të mos shtiren tjerët, që pas kanë, ku di unë, e kërkon kombi tani, që të bashkohen në këto, se në ato rrymim politik, për shkak se nuk pas kanë të arrira në qeverisi. Prandaj unë e kam thënë edhe në momentet tjera. Kërkimi faljes së politikanit është dorëheqje. Kjo është garanca më e mirë që me të vërtet ka qenë e pavetdijshme veprimi politik që ke bë dhe dorëhiqesh në mënyrë që mos vazhdosh që ti bësh dëm popullit. Dhe qofse kërkim falja ose lëvizja diametralisht kundër nga pozicionet ku je, nuk shoqërohet me dorëheqje. Kjo është dyshim për një lëvizje tjetër për të bërë dëm akoma më tepër përsëri në një fazë tjetër. Një pyetje tjetër që shumë ju është parashtruar kohëve të fundit, të cilën nuk do t'ua parashtroj sot për të mos pingulluar si klishe, është ajo që a do të pajtoheni me pjesën e Arben Taravarit, por do t'ju pyes se sa i keni të sigurt antarësinë tuaj të mos kalojnë në palën tjetër, pasi kemi të freskët situatën me ish sekretarin e përgjithshëm tuaj Isen Shabanin, sekretar organizativ apo? Jo, ka qenë sekretar organizativ i Arben Taravarit. Unë kur e bëra, u ktheva në kryet partisë e kisha në kryetar. Proprio kjo është sa i keni të sigurt antarësinë tuaj? Jo, antarësia ime është në sigurt. Unë për hir të së vërtetës,
zoti Sen Shabani nuk është ullë me mua 10 vit më qaj halë dhe të më thot të më shpreh ndonjë qëndrim, as pak. Unë e kam takuar për e të fundit se kisha një rrugtim për në Amerikë, para një muaj, diçka e tillë, për para se ndodhin të zhvillime, për një çështje familjare, të cilën zoti Shabani e dinte, se ata e takova për e të fundit, dhe as pak nuk është bornore dhe korrekte kur të dish që unë kam shku për një hall, për shkak të një pjesëtarit familjes që ishte i smur, apo ti të nisish të bësh të veprime nga ana tjetër duke mos qenë këtu. Se ja kam vret me një intervistë që thotë që unë ja kam thënë gjitha, s'është e vërtetë as pak. Në kryesi ngurë gjoja paska. Kështu që antarësia e Aleancës për shqiptarët është e sigurt për shkak flas për ato njerëz të cilët e din palcën e veprimit politik të Aleancës për shqiptarët, që e njohin veprimin politik të Aleancës për shqiptarët, dhe që është e bazuar në nder, mbajtje fjale, konzistencë dhe punë përhershme dhe të palodhshme, në mënyrë që sadopak, atë sa mundemi, shqiptarët i bëjmë më të barabartë dhe më të realizuar këtu në tokën e tyre, së tërgjyshërve e katragjyshërve të tyre. Kështu që ne vazhdojmë në rrugën tonë, sfidat e Aleancës për shqiptarët nuk janë dalë kurrë, po siç i kemi kaluar sfidat në të kaluarën, do t'i kalojmë edhe këto. Tani unë bët edhe një pyetje që të duk klishe, sa është e mundur kjo, si the bashkimi, janë antarëve të Aleancës për shqiptarët. Antarët, kjo është tem tjetër. Përjashtoni antarët nga Taravat? Flas një për antarët. Antarët e Aleancës për shqiptarët që në i farforme mund t'i bashkuar zoti Taravat, çdo herë kanë derën hapur që të vinë dhe t'i bashkohen Aleancës për shqiptarët. Themelusit saj, në fundit. Ndërsa ke pyetja tjetër, bashkimit tim me Arben Taravarin. Unë e thash pak më herët, do t'ishte amoraliteti skajshëm një bashkim i tillë. Për shkak se keni dëgjuar në çdo prononcim që unë e kam thënë. Unë nuk i dhash në një shkak që ai të ndahet. Në qoftë se është qyqar dhe do të ike përgjithësisë, të përballes me organet partijake, si qiku vjet, është problemi i tij. Dhe unë nuk mund t'i falë, si kur s'ka ndodhur asgjë, për shkak se ai u mundua që ta prish një organizim politik i cili është bërë me shumë mund dhe sakrificë. Një organizim politik që është derë dhe gjatë për të bërë. Dhe mundi dhe sakrifica e tij ka munguar. Një organizim politik i cili ati i dha gjithçka, edhe pozicionet, dhe unë ja dhash edhe kreun e partisë. Kështu që e kam përdor disa herë, ka një shprehje që thotë kur të tradhtojnë, është njësoj si kur t'i këpusin krahët. Ti mund falish, po s'mund përqafosh. Kështu që zoti Taravari mirë është që të vazhdoj punën e tij dhe të ndaloj përpjekjet për të shkatruar Aleancën për shqiptarët. Se këtë po bën ai çdo moment dhe nuk ka rreshtur prej vjet dhe deri sot. Gjithë to lëvizje të cilët i shihni ju sot, që ndodhin skenën politike, mos keni asnjë dilemë. Qëllimi i tij është rënimi i Aleancës për shqiptarët të vërtetës. Aleancës për shqiptarët të cilët e udhëheqëm. Zoti Sela, kur jemi të Aleanca për shqiptarët, është pak edhe një situatë pak e palakmueshme, besoni edhe për neve mediat dhe gazetarët, pasi që për momentin që bisedojmë, ende kemi 2 Aleanca për shqiptarët, 2 kryetarë, me 2 kryetarë. Kur presni të ketë epilog e gjithë kjo çështje? Besoj që shpejt, duhet të ketë epilog prej vjet, sepse unë e kam thënë edhe në paraqitjet e mia tjera, ne kemi deponuar dëshmi me nënshkrimet mbledhura nga delegatët të cilët janë zgjedhur në 2022-shën, sepse ato janë delegatë Kongresi i Rregullt kur ishte. Kemi 2/3 e nënshkrimeve që kanë votuar në mënyrë unanime shkarkimin e zotit Taravari dhe emërimin tim përsëri në krye të partisë. Dhe ne kemi fituar në gjykatën themelore për herë parë.
e ktheu apeli për disa përmirësime teknike, është vepruar në bazë të vërejtjeve të apelit, e fituan përsëri për zdyti në gjykatën themelore në Tetov, dhe tani presim vendimin e apelit që unë uroj që të ndodhe sa më shpejt. Në mënyrë që të pastrohet edhe kjo dilem, për shkak se ju keni të drejtë, krijohet huti në opinion, dhe krijohet huti edhe ne kur flasim, edhe unë që jam kryetari i saj, duhet ta potencoj Aleanca për Shqiptarët e udhëhequr nga ana ime, ose krijohet një vështirësi momenti. Duhet dalish prej modestie pak, apo përmendish emrin tënd. Zoti Sela, pas vendimit të gjykatës themelore të Tetovës, pala tjetër tha që partinë nuk e bëjnë vullat, po e bëjnë antarësia, ata pretendojnë që shumicën e antarësisë i kanë. Në qoftë se do i kishin shumicën e antarësisë, do i kishin edhe vullet, do i kishin edhe nënshkrimet e delegatëve. Po, nuk është e vërtetë. Nuk është e vërtetë. Ata mund të kenë mbledhin antarësi. Kur unë profiter politik çdo herë ka. Ka edhe njerëz hallexhi, të cilët e duan një vend pune. I kuptoj. Të gjithë. Kjo s'është antarësia Aleancës për Shqiptarët. Në një kongres që patën para do kohë, unë aty kam parë që ishin bërë delegat kongresi kundërshtarët më të mëdhenj të Aleancës për Shqiptarët, se ne e njohim. Unë i njoh në Struk, e tjetri i njeh në Tetov, e tjetri i njeh në Kumanov, e tjerë. Më thonë thjesht janë njerëz të cilët e kanë luftuar me çdo kusht Aleancën për Shqiptarët dhe që tani janë bërë bashkë me njeriu i cili po ashtu e luftoi Aleancën për Shqiptarët. Vetëm një vit ishte kryetar partie dhe çfarë bëri me partinë. Zoti Sela, do i rikthehemi diskutimit për zgjedhjet. Këtë vit kemi, siç e dim, zgjedhjet lokale të cilat pritet të mbaren në Vjeshtë. Keni definuar emrat, kandidaturat, keni biseduar brenda Frontit Evropian se si do të garoni në këto zgjedhje? Natyrisht që kemi hapur temën rreth zgjedhjeve lokale, sepse kjo është ajo që pritet. Dhe kur ke një koalicion, kuptohet që gjë nuk mund ta anashkalosh këtë temë dhe patjetër duhet diskutohet, apo. Në forme kemi rënë dakord që Fronti Evropian duhet të jetë bashkë edhe në zgjedhje lokale, sepse është në kuadër të ekzistimit akoma të këtij frontit si koalicion, apo. Në forme një bisedë paraprake është bërë që po bashkë duhet jemi edhe në kandidatura, edhe në lista për këshilltar. Këto janë parimet, por akoma nuk kemi biseduar për ndarje, se kush në cilën komunë do të ketë kandidatin për kryetar komune e tjerë. Pra gjasat më të mëdha janë që të dilni si Front Evropian në zgjedhje lokale. Natyrisht, kjo është qëndrimi që e kemi diskutuar dhe unë uroj që ne të vazhdojmë me këtë moment, por ne jemi të përgatitur për çfarë do lloj situate. Jeni deklaruar që në Vjeshtë përveç zgjedhjeve lokale është e rendit që të kemi zgjedhje të dyfishta, pra dhe zgjedhjet parakohshme parlamentare. Në çka e bazoni këtë qendrim? Situata do të qartësohet në ditët në vazhdim. Apo. Ne kemi të drejtën morale për të kërkuar zgjedhjet parakohshme parlamentare, flas si Front Evropian, sepse kemi fituar zgjedhjet dhe fatkeqësisht na është pamundsuar që të bëjmë punën me cilën na ngarkoi qytetari shqiptar ditën e zgjedhjeve. Të udhëheqim ata në qeverisje dhe jo në opozitë, se dhe kjo është një peshë përgjithësisë. Vota e qytetarit të jep drejtën që të qeverisish apo të shkosh në opozitë. Dhe në drejtim sa është e drejtë legjitime e jona që ne të kërkojmë zgjedhjet parakohshme parlamentare. Ashtu siç normat juridike që përcaktojnë shkurjen ose jo në zgjedhjet e parakohshme janë 61 numri i deputetëve që duhet votojnë për shpërbërjen e parlamentit, apo. Unë mendoj që unë si kryetari i Aleancës për Shqiptarët dhe pjesëtarët tjerë të partive të cilët janë në kuadër të Frontit Evropian kanë të drejtën të thirrën në legitimitetin e popullit për kërkuar zgjedhje të parakohshme parlamentare që do të mbaheshin bashkë me zgjedhjet e rregullta lokale. Të tjerë që kanë shkel të drejtë, nuk e kanë të drejtë.
sepse dëgjoj zëra dhe nga kampi i Taravarit që pa ata në qeveri s'ka legitimitet qeveria. Ku e lanë legitimitetin vjetë? Kur të verbër nga dëshira për pushtet hynë në qeveri, pa shkruar në programin qeveritar as edhe një fjalë, jo fjali nga programi i Vlenit. Dhe ku e kishin legitimitetin, në momentin kur bënin humor dhe talleshin, me çdo zë që thoshti që po shkilen dhe po u hiqen drejtat shqiptarëve. Dhe kur u hoq Ballanceri, dolën dhe relativizuan dhe thanë, asgjë nuk është kjo, ashtu është keq përdor. Ligjet kur keq përdoren, nuk anulojnë ligjet, dënohen keqpërdoruesit. Apo jo? Dhe në qoftë se s'ka qenë zgjidhje e mirë Ballanceri, për cilën në 2020 unë kam udhëheq fushat dhe kam fusë në program qeveritar ligjin për përfaqësinë të drejtë dhe adekuat. Dhe këtë ligj që ato e përdorin, e kanë të gatshëm prej meje, se mbas ligjit për në shtetësi, unë planin e kisha ta çoj këtë ligj në parlament, pa atër dhash dorëheqje për kryetarit partisë, ju kujtohet në 2022. E kanë ligj të gatshëm prej meje që do duhet të vazhdojnë. Që thonë kemi bërë ligj. Nuk e di tani, mund të kenë pësu ndryshime ky ligji. Dhe me fjalë, ku janë këto që tani do thirrësh kanë legjitimitet, dhe ndërkohë kur ne dilnim dhe mbronim të drejtën e gjuhës tonë përbashkët, me tenda në para gjykatës kushtetuese, nisën na flasin me ata të tendave. Apo. E tani, në momentin që janë keq, mundojnë që të gjejnë shpëtim diku. Falje publike dhe të vazhdojnë jetën e tyre. Zoti Sela, vlen prej sot edhe zyrtarisht të nisi procesin e shkrirjes nga një koalicion në një subjekt politik. Njëri ndër krerët e Vlenit Izet Mexhiti para takimit tha se shkrirja bëhet me qëllim që shqiptarët të kenë dy tabore dhe në këtë mënyrë të kenë Vlenin dhe frontin evropian. Si komentoni këto deklaratë? Ideja për që shqiptarët mos jenë shumë të fraksionuar në veprim politik, nga ana ime vetë mund përshëndetet dhe më pëlqen si ide. Apo jo. Minimumi që donë demokracia janë dy kampe. Minimum. Unë nuk them që tani ne duhet t'ju ndalojmë të tjerëve që të marrin drejtën edhe të hapin subjekte politike. Por nuk do t'ishte e shëndosh për organizimin politik shqiptar që të ketë shumë subjekte politike, sepse përfundon pak a shumë në një situatë ku ndodhemi sot. Dhe pak a shumë në një situatë që ndodheshim edhe para ca viteve. Shumë subjekte politike të përfaqësuara në parlament, po asnjëra me një fuqi të mirëfillt politike, se përfundon nga 2, nga 3, nga 4 deputet, dhe kjo nuk do thotë që ke një fuqi politike për të përfaqësuar interesat e shqiptarëve gjithandej. Kështu që ide për të bashkuar subjekte politike në një, janë për të përshëndet, në mënyrë që të rritet fuqia politike e organizimit politik shqiptar. Tani se sa do të vazhdoj ky bashkim, uroj që të vazhdoj dhe të jetë i mirëfillt, i një mend. Keni dilema tuaja? Po natyrisht, sepse me shumicën e këtyre aktorëve politikë unë kam pas të bëj në të kaluarët. Po uroj që në këtë rast mos dalin parashikimet e mi. Desha t'ju pyes edhe në lidhje me anketën e publikuar javën e kaluar, ku partia juaj nuk figuron as pak. Kemi BDI-n e cila ishte diku rreth 12%, ndërsa ASH e Arben Taravarit ishte në një përqindje prej 5.8% si partia më e madhe në koalicionin Vlen. Pse mendoni se ka ndodhur kështu? A keni informatat e sakta, a kemi figuruar në anketë? Nga ajo që kam parë nuk... Jo, a kemi figuruar si pyetje në anketë? Atë nuk e di. Fillimisht siguroni këtë pyetje, pastaj t'ju japim përgjigje tjera. Kështu që, kjo çështje do zgjidhet shumë shpejt. Kam figuruar vetëm Aleanca për shqiptarët, nuk kam figuruar as pak unë të kryetarët, apo? Ka pas qytetarë të cilët më kanë emëruar, dhe kjo ndodh në vazhdimsi gjatë kësaj periudhe,
të cilët kanë kërkuar me ngullë që unë jam me këtë njeri, me këtë subjekte, gjithë vetëm atëherë mund të shënojnë që një shtesë me laps, me stirën laps. Kështu që me i fjalë, edhe si, e para punës njerë, tema e sondazheve duhet merret shumë seriozisht në një shtet që pretendon që të jetë demokratik. Duhet rregulluar korniza ligjore edhe e këtyre shtëpive anketuese. Nuk mund të lejohet që shtëpi anketuese të cilët i bëjnë gabimet shumë më tepër se sa plus minus 1 ose 2% të vazhdojnë të bëjnë anketë. Fatkeqësisht në demokracitë e tipit tonë dhe në shtetet e tipit tonë, ku varfëria është e madhe, kur shkalla e papunësisë është e madhe. Sondazhet nuk masin opinion, po krijojnë opinion. Dhe prandaj janë manipulative për nevojat e shumë aktorëve politik, për nevoja dhe këtyre zhvillimeve të cilët i përmendëm deri tani, apo në mënyrë që të merren këto ose ato hapa. Por ja po ju them me siguri që ne as nuk kemi qenë ke pyetësori i anketës. Një aspekt dhe unë me këto element jam përballë prej ditën e parë kur kam bërë subjektin politik. Dhe nuk është që më bëjnë përshtypje. Një aspekt tjetër të cilën dëshiroj ta komentoj është zoti Sela, ne edhe gjatë këtij emisioni diskutuam që prej formimit të kësaj qeverie temat që kanë të bëjnë me çështjet etnike kanë dominuar në opinion. A nuk mendoni se kjo mund të jetë edhe një defokusim i opinionit për ta shpërqendruar nga temat reale të prekshme për qytetarët të cilët mund të jenë integrimi evropian, ekonomia? Ne kishim edhe raportin e fundit të Bankës Botërore ku Maqedonia ishte në vendin e fundit të vendeve të Ballkanit Perëndimor me rritje më të ulët ekonomike. Dhe sikur ju si opozitë nuk keni reaguar mjaftueshëm. Siç keni reaguar ndaj temave për çështjet etnike. Që nuk them që duhet të reagoni edhe për ti marrim gjërat ashtu siç janë. Në teori politike, jo të shpikur nga unë, dhe as nga aktorët politik brenda për brenda këtu në Maqedoninë e Veriut, por nga filozofe, profesorë, njerëz të cilët merren me këto temë, ekzistojnë disa lloje demokracish. Demokraci politike, demokraci ekonomike, demokraci sociale, etj. Dhe ne shpesh gabimisht kapim karremin atyre që na servohet nga opinionbërësit e politikave të subjekteve politike maqedonese. Unë kam vrejt edhe vetë sa herë që jam në studiot televizive në gjuhë maqedone, kur hapim tema etnike dhe në momentin kur e vrejnë që po e humbin betejën, me njerë kalojnë pa është në rregull që s'ka kanalizim. Shembull Zajas po e marr, që ka përmendet shumë ditë. Domethënë ta sposton idenë. Vetëm për t'i hik, për t'i bë bisht idesë që në fundit neve kemi të drejtën për të pas edhe ekonomi zhvilluar, edhe jetë mirë dhe me infrastrukturë të rregulluar, dhe nuk ka se ndahen njëra nga tjetra dhe të veçohen. Se ka kohë për të bërë të dyja. Mos më ke çupto, për të zhvilluar tezën. Faktikisht kjo pyetje dhe ju vrej që e bëni gabimin e njëjtë, apo. Pse mendon? Sepse po e rëndësishme është eurointegrimi. Po eurointegrimit nuk i harxhon energji fakti që gjuha shqipe duhet bëhet me gjuhë shqipe në kushtetut të rregullohet. Apo. Dhe kjo do të thuash ti është temë etnike, po natyrisht që është dhe do të vazhdoj të jetë dhe nuk bën të heqim dorë, apo. I rëndësishëm është zhvillimi ekonomik. Po çfarë pengon zhvillimin ekonomik? Votimi në parlament që gjykata kushtetuese të vendos me badenter për ato që e shtjellova pak më herët. Çfarë pengon këtu? Çfarë energjie do të harxojë kjo punë, apo? Asgjë nuk harxhon energji. Tani, ju mund t'i thoni temë etnike, shfuqizimit të popullatës jo rezidente shqiptare, me një trend lapsit me vendim qeverie, apo? Po kjo është edhe temë ekonomike, që ndikon pikërisht në infrastrukturë, sepse kur u bë ndarja e kreditit të marrë nga Hungaria, u hoq popullata jo rezidente dhe u dëmtuan kush? Komunat shqiptare më tepër në projekte. Apo? Po tani hajtë se s'kemi pas asgjë të kaluarën, kemi edhe mbyll gojën. Apo? Ndërsa harrohet që
Atë kredim fundit ne vetë do e paguajmë. Ne si shqiptarë, si Maqedonë, gjithë ne qytetarët do të paguajnë, është kredia i që duhet kthehet. Kështu që edhe kjo nuk është temë etnike kur e themi ne, sepse ti t'ja heqish të drejtën e investimit një shqiptari, po them, nga Gostivari, që jeton ka në Zvicër, dhe të hiqet nga plani për investim dhe nga paraja që duhet përfitoj komuna e Gostivarit, sepse ai nuk jeton ka këtu, në ndërkohë që të vjen minimumi 4 herë në vjet, minimumi, që ka shtëpi, që pagun tatime, apo? Dhe ky nuk meriton ka të ketë një rrugë të asfaltuar që do shkojë deri ke shtëpia e tij. Ne nuk kemi diasporë, harrohet. Diaspora është koncept tjetër. Diaspora është një qytetar i cili ka hik prej këtyre trojeve, gjyshje, stërgjyshje, katragjyshje, dhe që ky ka vetëm ndjenjën që është prej këtu dhe që është shqiptarës në një komuniteti tjetër. Ne kemi vetëm njerëz me punësim për kohë shumë në vendet e ujit, sepse këto të vinë. Çdo 2 muaj, çdo muaj, çdo 3-4 muaj të vinë pushimet vazhdimisht i kalojnë këtu, i bien para këtij shteti dhe i kontribojnë dhe i mbushin buxhetin e shtetit. Dhe pa dividendën që e sjellin ata, jo kreditin hungares, po asnjë kredit s'm pagohet Maqedonia e Veriut. Dhe ti çfarë bën? Ti po ato i heq nga për llogaritja për ndarjen e këtij krediti që erdh nga Hungaria. Apo. Kështu që nuk janë etnike, ne kemi folë për këtë temë, po tani sa ka pas vesh për të na dëgjuar, është temë tjetër. Dhe keni vrej që kjo pyetje që bëni ju, në çdo qeverisje, sa herë nis, jam marrë për bazë prej ke Nikola Gruevski. Në 2006-2008, çfarë tha Nikola Gruevski? Ti lej ma anash temat etnike, të merrem me çështje ekonomike. E i la ma anash? Çfarë tu zgjodh? As ekonomike, as etnike. Zoran Zaevi, a tha edhe ai, ti lej ma anash çështjet etnike dhe të merrem me tema ekonomike. Çfarë zgjodhin? As etnike, as ekonomike. Dhe po njësoj Kristian Mickovski, gjën e parë, ndër të parat që tha kur u bë kryeminist, ti lej ma anash çështjet etnike dhe të merrem me çështje ekonomike. A nuk është edhe kjo një faktorit politik shqiptar? Kjo është formula nëpërmjet të cilës faktori politik shqiptar në qeveri gjen një farloj rehatije në tradhtin që ja bën premtimit që ja ka dhënë qytetarit shqiptar. Se ja i kemi lënë tani temat etnike, do merremi me çështje ekonomike. Ju duhet thjesht, nuk është që nuk e din, por thjesht ju duhet një parim gjoja marrëveshje që do merremi vetëm me këto tema dhe tema tjera do t'i lejmë. Realisht, ti diskriminohesh etnikisht, ekonomikisht për shkak përkatësisë etnike që ke. Shumë të thoni edhe me buxhet? Po pra. Ku e gjen ti përgjigjen e pyetjes që nga viti 1990, a e dini juve cila pjesë e buxhetit nuk i ka trajtuar më së keqti shqiptarët? Buxheti për kulturë. Ndër vite, ndoshta edhe tani, se nuk i kam tani informatat e sakta, buxheti për kulturë ka qenë zero denar për kulturën shqiptare. Asgjë nuk financohet, paktën ja, po ta them me siguri, për kulturën shqiptare në komunën e Strugës, si dotacione nga ministria, nga pushteti qendror e gjithë këto. E pse ka ndodhur kjo? Pse ti sot mungojnë sallat e teatrit, e objektet kulturore, ku diun, shtëpitë e fëmijëve, gjithë këto? Sepse mungojnë investimet në kulturë. Dhe ko pas kohë kur ndodh në një funksionar shqiptar që udhëheq me këtë dikaster, del dhe bën bujën e madhe për arrirat e mëdha që ka rrit buxhetin e kulturës, sepse pas ka ndarë para për këto parat që jepen me projekte, që janë gjithsej 20 milion euro në vit, a 10 milion, sa ndarë. E kur hynë brenda dhe shef që çfarë projekte janë financuar aty turpe faqezes. E pastaj rrin gjithkohës me idenë prit kur do të tërkase policia te derë.
Zoti Sela, dhe krejt për në fund, me që sot e kishim edhe aktuale edhe interpelancën ndaj Ministrit të Punëve të Brendshme Toshkovski, nga ana tjetër jashtë parlamentit kishim protesta të familjarëve të viktimave, kurse në ndërkohë ish Ministrit e Ekonomisë Kreshnik Bekteshi ju vazhdua paraburgimit. Cili është qëndrimi juaj në lidhje me këto ngjarje, në lidhje me hetimin e tragjedisë? Zakonisht para pëlqej parë ke logjika që fola për temat etnike, duhet ta vazhdoj fjalin duke thënë që edhe dënimet në Maqedoni jepen në bazë të emrit dhe mbiemrit që ke. Apo me këtë do të them që edhe gjyqësia vendos në bazë të veve dhe kanë të kaluar në plot raste që i kanë përmend, ku diun rasti Almirit, plot raste që kanë ndodhur. Tani, tragjedia e Koçanit është me të vërtetë një tragjedi shumë e madhe, e cila tregoi në një farforme që shteti nuk ka funksionuar në çdo segment të veprimit të saj. Kujtohet në kohën e spitalit modular në Tetov, rasti Besa Transit, këto ndodhi që ndodhen, pa të deklaruar që problemi kryesor në Maqedoni është fakti se qeveritarët e kuptojnë pushtetin si tezë të tyre personal, në të cilën i nxjerrin specat, patatet, lakrat e gjithë dhe pastaj shesin licenca, shesin këtë, mbushin pa xhepin edhe shkojnë të shtëpia. Dhe kjo lloj qasjeje natyrisht që të prodhon tragjedira. Siç ndodhi spitali modular, për mua akoma e pazbuluar dhe uroj me paralajmërimet që u bën që duhet të rihapet dhe të dënohen edhe përgjegjësit e vërtet, po që siç duket ka qenë vetëm për përdorim politik se s'po shohim asgjë hiç, sepse realisht ka përgjegjës, edhe atëherë ka pas ministra që kanë udhëhequr dikasterin e shëndetësisë, por edhe investitor që i bën spitalet modulare dhe në krahasim me këtë është akoma më e qartë se kush është përgjegjësi direkt i objektit që e ka bërë dhe që u doq brenda pak minutash dhe që mori viktima në njerëz. Ndërsa, sa i përket përgjegjësisë e cila edhe për zotin Bekteshi, që pa dashur bëj avokatin e kërkujt, po njëre para punës i Ministri Ekonomie, po nuk e di se çfarë ka prokuroria, çfarë dëshmish ka, po di që Ministri Ekonomisë kur nuk shkon që nuk është antar i komisionit për vërtetimin e kushteve minimale teknike quhet, kur hap një veprimtari. Një ministër dhe një udhëheqës vetëm vendon firmën në raportet që ja bin komisionet tjera që funksionojnë në kuadër të ministrive. Këtë e di sepse kam qenë drejtori i Inspektoratit Sanitar dhe Shëndetësor dhe ne kishim komisionin për vërtetimin e kushteve minimale teknike për hapjen e ambulantave mjekësore, stomatologjike, etj. Kujtohet ose kohë 80% të mjekëve am nuk plotësonin kushtet minimale teknike. Dhe unë kam arritur që vetëm brenda një mbjetje gjysmë të gjithë të pajisen me leje, faktikisht funksiononin pa leje. Realisht, të pajisen me leje. Edhe atëherë, unë nuk shkoja vetë personalisht që bëj verifikimin e kushteve, a i plotësojnë a nuk i plotësojnë. Po kishte komision të krijuar i cili më sillte në tavolinë dhe unë duheshte të vendoj firmën a plotësojnë kushtet apo nuk plotësojnë kushtet, në bazë të asaj që kishin konstatuar antarët e komisionit. Kështu që nuk e shoh fare të logjikshme që ky paraburgimi, por që vazhdohet paraburgimi. Për këtë rast, unë nuk di gjatë punës tij si ministër çka ka bëu, po siç duket është gjetur si resor për shkak se ka gjatë kohë që ky resor udhëhiqet nga shqiptar. Apo. Në qoftë se duam t'ja lejmë rastisë gjithë këtë çështje, sepse po merret Kreshniku, Valoni, Bekim Neziri, që kanë qenë ministra e ekonomisë, dhe pse është zgjedh pikërisht ai dikaster, më tepër ngjan vazhdimësi e fushatës elektorale të VMRO dhe PMN-s për të luftuar BDI. Dhe edhe në këtë segment, nëpërmjet tragjedisë së Koçanit, në qoftë se duhet ta cilësoj në një farforme sepse Kreshniku është në paraburgim, nuk më rezulton me gjë tjetër vetëm se këtë që sapo thash. Apo një vazhdim i luftës së gjuetisë së shtrigave e cila po bëhet. Apo nuk du ta armestoj askënd se cili duhet përgjigjet
për veprimet që ka bë, por kjo nuk shoh që ka ndonjë vepër konkrete në rastin konkret. Dhe nga ana tjetër, të përdoret dhimbja e babait e nënës, e gjyshit, e gjyshes, që nuk i kanë e të burrit ose e gruas, që nuk i kanë më dashurit e tyre sot, që humbën jetën në formën më të dhimbshme të mundshme, për të vazhduar luftë politike, është të jetë e amoralshme. Kështu që nuk duhet të kesh faj për të marrë përgjegjësi morale. Dhe mendoj që Ministri i Punëve të Brendshme duhet të sapo ndodhi kjo gjë, të japë dorëheqje për shkaqe morale. Tjetër gjë është pastaj përgjegjësi direkte ka për që unë nuk ma marr mendje, por tjetër gjë është pastaj është element, po për shkaqe morale duhet të japë dorëheqje. Dhe plus që ka plot edhe ai po e përmbyll me kaq. Të gjithë ne i shohim se si sillen inspektorët e tregut, sepse gjithandej i kemi, apo. Jo veç ne. Ose inspektorati i punës, etj. Jo veç ne. Të gjithë qytetarët i shohin, ato që kanë biznes, të gjithë. Para do vitesh, kur unë isha kryetar komune dhe kur doja që ta zgjedh problemin e objekteve ilegale, sidomos për rreth plazhit, unë ngrit një parlament i tërë votoi një ligj që mund pamundsohet zbatoj ligjin. Dhe sot tani ka nis vëmëroja ishte atëherë që votoi atë ligj në pushtet. Dhe sot tani shkojnë bëjnë kontrolle gjithandej që ai plotësojnë kushtet minimale teknike, ndërkohë që s'kan leje për objektet që i kanë marrë. Mos e dhash Zoti, të ndodh ndonjë tragjedi e tillë. Çfarë do bëhet tani? Prapë do t'i mbledhin inxhinierët, t'i fusin në burgje, vetëm e vetëm për të vazhduar betejë politike, nuk ndërtohet kështu shteti. Nuk ndërtohet kështu shteti i së drejtës. Nuk ndërtohet kështu paqja. Kështu vetëm vazhdon një mendësi e vjetër e cila s'ka fund. Beteja dhe luftat pa kuptimta që për rezultat nuk ndërtojnë asgjë. Zoti Sela, ju falenderoj që ishit për më tepër se një orë me ne për t'i dhënë përgjigje pyetjeve tona. Faleminderit për mundësinë. Shikues të nderuar, ju falenderoj edhe juve për vëmendjen. Nga unë Ersan Pajaziti, natën e mirë.